32 studentë të fakultetit të mjekësisë që prej 2 ditësh ndodheshin në grevurie, në orën 2 të mëngjesit sotëm janë ndjerë të terrorizuar pasi policia ka ndërhyrë forcërisht, duke nxjerrë nga greva e urisë dhe shoqëruar në komisariat. Në fakt ndërhyrja ka qenë e dhunshme pasi dhe xhamat e kësaj godine janë të thyer dhe studentët pohojnë se janë të terrorizuar. Mëngjesi së dielës do të shënonte përfundimin e grevës së urisë për studentët e universiteteve private që u mbyllën. Ata jo vetëm që nuk morën një përgjigje për kërkesat e tyre për uljen e tarifave të studimit dhe barazin, por e kundërta ndodhi. Ata ndjen dhomat e ftohta të komisariateve. Studentët pohojnë se policia ka thyrë xhamat e godinës së fakultetit të infermerisë dhe i ka tërhequr forcërisht ata, ndërsa rojet e godinës u kujdesën që çdo send i studentëve të mos ishte më në ato ambiente, duke larguar edhe xhamat e thyer. Kishin mbi 24 orë grev dhe për gjendjen e tyre jo të mirë u kujdesën disa mjek, të cilët njërin prej studentëve e dërguan nga komisariati në spital. Studentët duke qenë të shumë në numër janë shpërndarë në komisariate të ndryshme, ndërsa studentja e parë që u lirua në praninë e nënës së saj, rreth orës 04:45 minuta, bluzën e kishte të gjakosur. Jashtë kamerës ajo pohoi se vajzat nuk ishin dhunuar fizikisht, ndërsa djemt në grev ishin rrahur dhe gjakosur. Në mbështetje të studentëve ishte edhe përfaqësuesi i Partisë Demokratike, Ervin Saliani, i cili akuzoi për dhunim dhe shkeljet e së drejtës së tyre për të zhvilluar grevën e ligjshme. Duken qartë shenjat e gjakut në bluzën e veshur nga studentja. Studentja dëshmon që xhami është thyer, janë kapur prej flokësh, punonjësia e policisë që i ka shoqëruar, që ka qenë femër, që ka shoqëruar vajzat, ka thënë që ju vdisni se ne nuk na intereson, ndërkohë që çunat janë rrahur dhe dhunuar në mënyrë sistematike nga një person i cili me ç'duket nga një fllihësirë politike i cili e ka dhunën në themel të ushtrimit të pushtetit. Qytetarët kërkojnë të drejta, ky ju jep dhunë. Megjithë këtë ndërprerje të grevës, ende nuk dihet nëse studentët do të ndërmarrin hapa të tjerë, por ajo që mbetet e sigurt është se shumica e studentëve do të zhvillojnë mësim normalisht në fakultetin e infermerisë.